Bretkosa dhe miu. Një herë, një mi, derisa kalonte pranë një lumi e pa bretkosën duke u zhytur në lum. I mahnitur me këtë pamje të jashtëzakonshme, miu filloi të bisedojë me bretkosën. U bën miq të afërt dhe bën marrëveshje që ta vazhdojnë rrëfimin e tyre dhe të njihen më mirë në një kohë të caktuar. Në këto takime të veçanta, shprehin qëndrimet personale në lidhje me tema të caktuara ose bisedonin për tregime interesante nga e kaluara e tyre. Zemrat e tyre u hapën dhe ishin të gëzuar me takimet e tyre. Një ditë, miu i tha bretkocës: "Ti po noton në ujë, ndërsa mua më le vetëm në tokën e tharë. Çdo herë po vuaj dhe pikëllohem kur po ndahem prej teje. Kur jam vetëm po vi tek skaji i ujit dhe po të thërras, por në ujë ti nuk më dëgjon. Miku im i dashur, unë jam një qenie që mund të jetoj vetëm në tokë, ndërsa ti mund të jetosh edhe në tokë edhe në ujë. Duhet të bëjmë diçka për tu parë çdo herë që dëshirojmë." Përfundimisht, miu erdhi në idenë për ta realizuar dëshirën e tij. E gjeti një litar të gjatë ku në njërin anë do ta lidhte për këmbën e bretkocës, ndërsa tjetrën për këmbën e vet. Dhe kur miu të kishte dëshirë për ta parë bretkocën, vetëm të tërhiqte litarin dhe bretkosa do të përgjigjej duke dalë në sipërfaqen e ujit. Bretkosa mendoi që ky propozim i miut është i keq. Ky dëshiron të më lidh për të jetuar si i burgosur. Edhe pse nuk u pajtua, në fund bretkosa lëshoi pe dhe e pranoi këtë propozim. Pas kësaj, të dy kishin mundësi të bisedojnë më tepër dhe më gjatë, përderisa nuk u ndodhi një fatkeqësi. Një kohë të gjatë, shqiponja e vëzhgonte miun dhe papritmas e sulmoi dhe krejt pa vetë dije e ngreu dhe bretkosën nga uji ku deri atëherë ishte e sigurt. Fatkeqësisht ai fati e priste miun, i ndodhi edhe bretkosës. Shqiponja i gëlltiti të dy. Sikur bretkosa mos pranonte që aq shumë të lidhej me miun, nuk do të bëhej gjaj shqiponjës. Mesazhi nga tregimi. Në këtë tregim shohim shpirtin, veten dhe shejtanin. Ne paraqesim miun, shpirti paraqet bretkosën, ndërsa shqiponja shejtanin. Trupi ynë për t'i kënaqur dëshirat e tij, e tërheq shpirtin tonë në punë të këqija, përpiqet ta lidh. Kështu që në fund, shpirtit veprimet e këqija i duken të mira. Në këtë mënyrë, shpirti është në rrezik për shkak të lidhjes së fortë me trupin. Në këtë kohë, jetojmë në mesin e njerëzve të këqij dhe shoqërisë së keqe. Nëse miqësohemi me njerëzit e këqij, edhe vetë do të goditemi me veprimet e tyre dhe do të fillojmë të bëjmë mëkate. Më e rënda është se kjo do të na duket si gjë normale dhe e përditshme. Por nëse shoqërohemi me njerëz të devotshëm, do të jemi në ndikimin e veprave të tyre të mira dhe me kohë do të hapërojmë rrugës që udhëheq ka xheneti. Allahu na dhuroft mundësi që ta zgjedhim rrugën e drejtë dhe i gjithfuqishmi le të na mbrojë nga vetvetja jonë, nga njerëzit e këqij dhe nga shejtani.